Ndaj Allahu i lartësuar në një ajet tjetër në Kur'an na urdhëron që t'i marrim ato që na jep i dërguari dhe të heqim dorë nga gjërat që na i ndalon i dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Gjërat që u jep i dërguari merrini dhe ato gjërat të cilat i ndalon i dërguari hiqni dorë prej tyre. Allahu i lartësuar na kërkon në librin e tij që të respektojmë të dërguarin Muhammedin alayhi salatu wassalam, duke e konsideruar bindjen ndaj Muhammedit alayhi salatu wassalam si bindje ndaj vetë Allahut të lartësuar. Thot Allahu në Kur'an: "Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Kush i bindet të dërguarit, ai ka treguar bindje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Kështu që pranimi i sunetit Muhammedit alayhi salatu wassalam si një prej burimeve të fesë është domosdoshmëri. Dhe kush mohon sunetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam nuk është në radhët e muslimanëve, sepse nuk mund të kuptohet feja, nuk mund të zbatohet feja, nuk mund të merret feja pa të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhi salatu wassalam, pa sunetin, pa traditën, pa hadithin e të dërguarit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam.